Starto. Përshëndetje të nderuar dëgjues, kudo që jeni, si fillim ju uroj një ditë të këndshme sot. Do vazhdojmë emisionin, siç i kemi paralajmëruar edhe një ditë më përpara, promovim libri të vëllimeve poetike të Gëzimaj Gerajt. Nga pasma e shpirtit e nxori fjalën e për të vdiq në logën e vargjeve. Ky është zoti Gëzimaj Geraj me studion në Zvicër tashmë dhe unë e ftoj në panel. Mirëdita, zonja Prenda, përshëndetje për ju të gjithë dëgjuesve të radios Sibila të Veriut. Përshëndetje nga studioja ime në Zvicër, nga unë Gëzimaj Geraj, dhe një përshëndetje e ngrohtë shkon edhe për zonjën Prenda Sejdia me studion e saj në Lezhë. Në një bashkëpunim të këtij neve kemi arritur që të krijojmë edhe këtë radio, e cila tani më është mëkat t'i thuhet radio, sepse ne kemi siguruar edhe signalet e videos dhe sikur po shkojmë drejt një televizioni të vogël apo mini televizioni ku përmes signaleve tona do të bëjmë promovime të gjithanshme në sferën e letërsisë dhe më tepër. Zonja Prenda, faleminderit që sot ju keni pranuar të bëni promovimet e librave të mia dhe sigurisht se fjala do të jetë më e gjatë për ju sot se sa për ne, sepse në promovime autorët nuk flasin shumë, por kanë folë në për librat e vetë dhe sigurisht se fjala atyre tani më ka ikur tek publiku dhe publiku është ai që e vlerëson. Por ju në këtë rast do të jeni kritikja e cila do të flisni për librat tanë dhe për krijimtarinë time, në veçanti të këtyre 3 librave. Faleminderit.
Ne do I bashkoheshim mesazhit që sapo përcolli Nikol Nikprela, nuk ka feja, s'ka parti që përçan të shqiptari. Siç e thamë përpara, programin Frymëzimi etnisime me art dhe letërsi e ku më bukur se të promovohen plot trebëllime poetike që secila poezi është më bukur se tjetra. Secila më kompletuar në elementet që I duhen vërtet poezisë për një nivel të lartë krijimtarie, ashtu siç I ka hije poetit për të vargëzuar në shkallën më të lartë të krijimtarisë, siç e thashë më përpara. Unë pikërisht për këto fjalë që po them, dua të sjell një poezi. Është pak e gjatë, po besoj që nuk do mërziteni duke I dëgjuar. E çmendën njeri. Në frontin e jetës, sot është dilemë nëse je vetvetja, apo imperative lojës së të tjerëve. I van mes dy poleve të jetës, lufta mes vetvetes dhe të tjerëve për herë në arenë, e kujt është fitoria? Kjo është sfida. Po them se lufta verbale me njerin ka zanafillën e hershme e sotmja e intencionit të interesave kulmi. Aq më tepër, loja e teknologjisë digjitale e ka zënë përfyti njerin. Rënimi I shoqërisë ka zanafillën nga individi ndaj atij fillimisht I kanë vënë syrin. Në filozofinë e shkatërimit shoqërive, fillimisht kanë rënuar familjen, rolin e nënës si edukatore shtëpiake dhe e respektuar, në të dytën mësuesi rolin e tij në shoqëri dhe vlerën tek nxënësit e tij. Në të tretën e goditën shëmbëlltyrën e shoqërisë, njollosja mendimtarëve e dietarëve, kur fshihet nëna e zgjuar, nëse në përkëmbët mësuesi sinqert dhe kur shënohet shëmbëlltyra. Nga gjithë kjo që tham, a nuk po ndodh shkatrimi I shoqërisë? Tani më dilema, sikur asgjë s'po ndodh individit, s'është çështja, as arsyetimi, se me mua s'po ndodh asgjë e s'më ha brenga. Se unë frymoj, për te I këtij realiteti shoqëror është e pamundshmja. I adhan edhe udhët, e hodhen mallkimet e madhit se moti ja kishin në vjedhur ëndrat. Përpara ikjes, I dhanë dhe shafran trishtime që ta mbyste mallkimi harrimit. Për kthimet, as mendja mos I shkonte, as për derën me dry. Në kulmin e interesave politike, e zhveshën njerin mbi lkurën e tij ngritën hierarkit. Në ato morale, e spërkatën me helmin e riksive, e mbështollën me smirë dhe urrejtje deri në palcën e mendimit, I hynë brenda në shtëpi, deri në krevatin e gjumit, se në salonin e plazmës moti kishin hyrë edhe zhveshur. Gjithçka në emër të civilizimit dhe rendit të ri botëror, kukull e bën njerin. Nacionales e tradicionales, as në muze s'po I gjejnë vend, me rajnë duan të shkullin etniken. Gjithçka në emër të modernizmit, ka hallakat njerin, për te I binarve të taskujt. Kur ja helmuan qiellin e burgosën karantin, ja ndaluan edhe diell. Dritën ja dhanë me racion, edhe natën frymen ja zunë kur I thanë të mos frymoj lirshën. Portave të hekurta ja prangosën njerin e lëvizjes, vetëm me lejen e shëringut I thanë, loj e të ndhenjve, mos I thënshin. Kur them se kokat I bënë numra, kam parasysh për llogaritjen e të mëdhenjve. Atë 2% që globin e ka fut në grusht dhe e shtyll si morrin. Njerin, numër matematike në planet për pakësimin e racës të këmshit. A nuk I kanë marrë frerët e Zotit mbi tokë? Kësaj katandisjeje e çmendën njerin, me helmin e përditshmërisë, shafran për mëngjes, për drekë darkë shafran, edhe gjumin ja vodhën, e çmendën njerin. Ky është Gëzimaj Geraj. Faleminderit, do të gëzim vërtet për këtë krijimtari
kaq brillante që çdo varg është një histori në vete. Çdo varg ka imazhe, ka mesazhe të jashtëzakonshme, por duhet mendje për ta kuptuar. Zoti gëzim edhe një herë sërish të them mirë se vjen vërtet për të na bërë kaq larmish me këtë emision. Që vërtet kushto që nuk e dëgjon besoj që ka humbur diçka sot. Por shpresoj me qenë se ne jemi edhe në YouTube, patjetër që do dëgjohet nga qindra mijëra njerëz. Unë do të ftoja na lexoje disa poezi që të thuash i përzgjedh si përzgjedh dot sepse secila ka veçantën e vet, ka mesazhet e saj, pra thjesht për arsye kohe them mund ta lexosh disa poezi. Faleminderit zona Nga Agnia Nga Agnia Fjalës, po do të shkoj pra tek libri sepse ne autorët shumë Vegimet e heshtjes dhe magma e shpirtit. Po t'i shikojmë këto vëllime thjesht nga titujt që janë kaq të veçantë, kaq të spikatur, po ashtu janë edhe poezit. Le të dëgjojmë autorin i cili do sjell pak nga i libër, se unë jam e bindur që gjithë librin se lexon dot. Gjithsesi, Po zotin Gzim. neve sot dëgjues të nderuar, si që keni edhe ju në profil tani më, kemi në promovim 3 librat e mi që janë një set i mrekullueshëm që thuaj se është e vështirë të dallohet njëri nga tjetri për nga pesha dhe vlera e poezive që mbajnë brenda vetvetes. Ato janë shkruar më herët, janë botuar para i viti, por mundësit për një promovim për ta bërë në Kosovë nuk kemi pasur themi kushte, sepse po mungojmë në shpesh atje, po jemi pranë mërgim këtu, dhe sigurisht të kushte kanë bërë dhe punën e vetë që ne të mos mund, por neve kemi gjetur edhe këtë formë që përmes Radio Sibilat e Veriut të sjellim këtu përpara jush këtë set të bukur për ta promovuar. Pra është Magma e shpirtit, Agnia Fjalës dhe Vegimet e heshtjes. Pra janë 3 libra që neve sot një nga një do t'i shfletojmë pjesërisht për t'i pasqyruar poezit tona përpara juve. Unë do të ndaj 2 poezi, do shta më varsisht nga koha, do të pjestojmë kohën paka shumë e zonin prenda se i dhja në lejsh, dhe do të prezentojmë për para juve me poezit. Dalgëve të mbjetesës, dalgëve të trazuar në detin e shpirtit, po e kërkoja anije në fundosur të sfidave të kohës. Në çdo guack kujtese fshin nga një prit, e një ligë që na zinte prit ecje sonë. Zigzageve të jetës e përbiruam vizionin e tërnesërmeve për dritën, që s'duaj as edhe fundin e tunelit të robërisë si dukej. Ëndrat fundosishin ore qast me anijen e kohës së turbull që kërkonte koka. Gjithçka fundosej pos shpresës për të nesërmen që na ushqente shpirtin e na i ruante pikën e fundit të frymës. Rebesh e mos i thënë që një jetë këti dalgëzimi drejt pirgut të mbjetesës. Do lexoj edhe një poezi për Prizrenin tim të bukur, pra si që dini dëgjues të nderuar, unë jam Prizrenas dhe sigurisht se secili krijues nga një herë edhe i këndon edhe vendlinjes, dhe edhe unë përmes kësaj poezi jam përpjekur të sjell diçka nga Prizreni im, nga jeta ime atje, nga rrita ime, nga studimet e mia atje, dhe nga gjithçka që më ka rrethuar mua gjatë i kohës dhe jetës që kam bërë atje, po edhe rritës sigurisht. Prizreni im më i bukuri, më i miri, tek sheshi i qytetit si fleta gjethi i mbledh motet, kujtimet e stinëve dhe pranverat e rinisë idealiste. Mbi to një nga një i shpalos kohët e moqme dhe guximin që për ditët e bardha në thëriste. Kaldërmeve të gurta ecën motet liga e të mira, breznive që i dhan gjake jetë ndër shekuj, për ditët e bardha për të sotmet e lira, u shëndruam në bronz heroj që falen dhe jetën.
Shpalos një nga një faqeve tuat historishme tek ndaj dhimbje mall në hijen e një bliri, mbi vargjem pikojnë sa kohë të tuat lavdishme, ditëve tuat bardha qyteti im më i miri. I heshtur, i mbytur nën fladin e përmallimit, pran freskisë së lumbardhit nën hijen e një bliri, ndaj këtë freski që rëshqet plot jetë nga sharri, prizreni im, më i bukuri, më i miri. Dhe një poezi do lexoj dhe me këtë libër sigurisht se keni për të na thënë edhe ju diçka që të krijoj hapësirë. Anemia e kohës. Në dyshemen e plasaritur të kohës, mbetëm duke kërkuar faqen e bardhë të virtytshmes të njerëzores. Shpesher me pamjen e mashtrimit na fryn magjishëm vegullia e liksisë. Gojmjaltët janë bërë mjeshtër të artit të aktrimit, të dytët shpejt e pinë ujin e besimit, tek futin këmbët në baltën e tjetrit. E varin sinqeritetin mbi urën e likt mashtrimit, thonë se fjala rrjedh nga krojet e zemrës, thonë se edhe besimi ndërtohet me besim e besë. Këtë thonë edhe poetët, ndaj shpesh mashtrohen, nëse lidhen për litarin e fjalës, lidhu për fjalën tënde, kur mos u lidh për fjalën e atyre që shikojnë në sy, e ta luajnë aktin e dytë të dramës së mashtrimit. Sharlatanizmi s'nje norma as etik, besoj vetëm fjalës që buron nga kodet e zemrës tënde. Faleminderit zonë Prenda, fjala për ju. Faleminderit ju vërtet për këtë vargje kaq të bukur. Unë do sjell një pjesë nga recensioni që është shkruar nga unë pikërisht për këtë libër. Siç më mban peng ideali, dhe ajo bjeshke ndar ati majmali, dhe ai gur, mbi plag që më rëndëm. Shpesh me zë rëzën në diellit mbi kukës, e pamjen e brisht, dritën ma verbon mbi prizren. Kam një jetë që ja kam vënë syrin, se si edhe ora, se diellin me sobë po e shoh. Malli dhe ndjenja për bashkimin kombëtar, qirrat e buqet. A nuk zëvën këm kryq estetika filozofike mbi këto vargje kaq bukura, të ndjera e të veçanta? Ama edhe plot elemente të cilat për lexuesin janë magji. Nxite provokon përjetime të forta emocionale impresionuese, ku spikati intelekti me plot horizonte të reja, duke përdorur intuit dhe inteligjencë të pashembull. A nuk e përjeton krijimtarinë e cila të krijon impulse të forta artistike, por ama edhe mendimi e thelluar filozofik me kapacitet mjaft të dukshëm poetik, tek fluturon drejt majave të tërësisë shqiptare dhe artikulon qëllimet poetike, përçon mesazhet shtetërore, intelektuale, ky mjeshtër domethënë si kërkimit, zbërthimit të kuptimit dhe sistemit filozofik të shpirtit. Shoqërisë dhe raporteve ndërshtetërore, ndaj kërkon ekuilibrat e duhur. Poeti rënd pas befasisë, apo figurës artistike, ides, apo vargut poetik, ky individualiteti poetikës së kohës, pasi komunikimi brendshëm shpirtëror e artistik nuk u ndërprej kurrë me artin e tij poetik. Ndaj na ka afruar klasë finesë me spontanitet, sa për ta patur zidim me figuracionin modern të gjuhës poetike. Se që përsos qënjën poetike brënda vetvetes. Do lexoj edhe një pjesë, pasi do përfshi një tjetër poezi, po të këtij libri. Kjo është e qëllimshme pasi ne nuk jemi në një audiencë ku njerëz ka dhe mund të lexojnë poezi nga librat, por këtë gjë ne po i bëjmë vetë, pra ka lexuar gëzimi, do unë po lexoj pjesë nga recensioni. Toleranca satanike dhe Ballkani i vogël. Ideali për atekom që i lindur në shpirtin e madh poetit, ndaj të jaket e ngadalta djallëzi që në përathe, sidomos 4 dekadat e fundit, të cilat qenë zhytur në errësirën e shekullit të shkuar, por dhe shekullit të ri përmes vargjesh e metaforash, ligjeron ligësitë e stisura mbi vendin ton, shtëpitë, trojet dhe asesi që mund të pajtohen me realitetin që shekujt ja pasuan njëri tjetrit. Ndaj dhe përmes vargjeve përcjell pikëllimin që ruan brenda shpirtit,
Mashtrimi me plot ndjesi, ankthi e përjeton ende sepse mbi plag, koha ende pikon herë. Ndaj vjen me vargje magjike, plot zëmërat dhe pikëllim, ndodh se besimi duket se nuk gjen shteg. Burimi i artit poetik tek poeti është muza e tij ndaj e shpije në kësi përjetimesh me emocione të forta dhe mbulon si dielli tokën në gjithë Ballkanin e vogël. Por autori s'ndalon vetë, ama ai shkon akoma më tej. Ai përjeton me hedh tuf mbi çdo brengë sfidë që përjetoi, apo përjeton ende jetën e tij, fal gjithë episodeve të pafund me që u stisën nga kaçakët e botës. Me paqen ende jemi larg. Gjuhë e satanës mbetje pa prerë, e zeza përmbi çative fqinjeve ende pikon. Europa mbeti se mbeti hile e shitur. Në arenë vërtet s'duket gladiator. As publik që moti, shtypur kokën e kanë, po se krimi vazhdon kuluareve, e kjo tregtare harroj zonat. Me paqen çdo ditë grindet satana, i mbetet se i mbetet kjo gjuhë pa prerë. Gjarpen duhet shtypur në kokë, po kush? Kjo Europë hileve. Për të zezën e fqinjeve ishin dyndur Karpatet, e me gjuhën e gjarpet i kishin fol Ballkanit, atë sot e kësaj dite, se harruan trashëgimin. Europa po dehet altimit, duke lëmuar kokën e satanës. Për Aigera, poezia është filozofia e bukur e fjalës së shkruar artistikisht, e veshur me metaforë. A nuk tregohet më së miri filozofia e fjalës në vargjet e mësipërme, ku brenda tyre bartin historinë e shekujve? Metafora është filozofi vetë dhe ngrenë në majat poetike nivelin e poezisë. Gjithë tredhit që Ballkani dhe Europa u stisën shqiptarëve, autori e sjell përmes vargjeve ku kanë aq shumë kuptime domethënie, mbiri kujtesat historike të vjetra e të reja e u apërcjell gjeneratave ndodhit, madje i nxit të jenë njohës të mirë të rrënjeve të tyre dhe historive shqiptarëve. Gjithsesi, kur shkruhen, studiohen e sharrohen, pasi Ballkani e pa teatrin e njohur të regjisorët e krimit, me aktet e molshme të inskenuara e lojra sare. Klysh satane rritur në borën e satanës. Skena për krimet e reja për publikun e Europës që akoma ju duken hijet. Kryeaktor Bisha me shajkash e gjarpën ngi kokë që kur zbriti Karpateve të njëjtin rol e luan për argëtimin e Europës dhe kopilet e saj. E vlerësoi lart moralisht autorin Kurajos, që thepon me kunjat e fjalës ligësi dhe djallëzit që u mbollen me korrën dhe ende loja vazhdon. Aman o Zot, ka çfarë ky popull i zgjedhur prej perëndive? Apo ne mos jemi edhe ne pak keq të kohës? Se syt nuk po i hapim dot për ta gjetur shtegun e duhur. Vazhdon, por ne po e lëm me kaq këtë libër, meqense kemi edhe 2 libra të tjerë. Zoti i gëzitim, unë them që e kam përmbledhur nga shkutra me pak fjalë sepse të zgjerohemi na duhet shumë kohë, por meqense ju lexuat edhe poezit, u lexua pjesërisht nga recensioni, e fol edhe më përpara, por edhe 2 fjalë të tjera sikur na duhen pak më shumë. Sigurisht se ka shumë për çka për të thënë në këta libra, për të dalim me pak tek magma e shpirtit, pra është ai vulkani i brendshëm i shpirtëror i imi, i cili në përgjithësi jeta më ka kalitur që të jemi ndjeshëm ndaj sekuencave, sepse çdo poet, siç dihet, është shumë më i ndjeshëm se shoqëria e gjerë, dhe ai sigur është një përjetar i nuancave të nuhatjes së gjërave në jetë. Dhe sigurisht ato pastaj duke i nuhat ne përpiqemi që t'i sjellim edhe përmes filozofisë së mendimit të vargut dhe për dhe metaforave të ndryshme. Pra, një poet gjithmonë qëndron në atë aktin e rebelizmit, sepse ai nuk pajtohet asnjëherë me kohët, me zhvillimet në kohë dhe sikur synon vrapin përpara shoqërisë së gjerë, për të hapur, për të vrapuar drejt diellit dhe për t'i treguar shoqërisë se nga duhet të ecet, nga lind dielli, nga lindin shkëndijat e jetës. Pra, edhe unë në këtë poezi, pra, them në këto libra, pra, por në veçanti tek libri Magma e shpirtit, pra që jemi tani duke folur, kam shkëputur copsa jetën nga të gjitha zhvillimet e kohës që
para lufte, pas luftës Kosovës dhe deri tani, duke i bërë një lloj kronologjie të gjitha zhvillimeve, duke u përpjekur që ato t'i kronikoj brenda poezisë sime që nga një herë është e mbyllur shumë edhe me metaforë. Unë pak e kultivoj të themi rimën dhe sikur lexuesit edhe pak më shumë më mungojnë në këtë, sepse rimën ja kam lënë poezisë për fëmijë. Pra tek poezia për fëmijë aplikoj shumë rimën, ndërsa tek kjo poezi, pra tek ky stili poezive më shumë aplikoj stile të ndryshme të filozofisë dhe duke u mbyll brenda një hermetizmi që dua të mbetë ndoshta edhe hermetiku i fundit i kësaj kohe në poezinë time. Dhe brenda këtyre poezive metafora është mjaft e fuqishme, mjaft aktive dhe mjaft e kultivuar. Filozofia gjithashtu, pra ajo poezit bartin një filozofi të caktuar përmes të cilës shprehen shumë nuanca, shumë inserte, shumë mendime që nga njerë edhe duken fort të fshehura, por gjithsesi ato në një analizë më të thellë, në një lexim më të thellë, në një lexues më të perfeksionuar, ato dhe mund të kapen. Dhe kësaj këto poezi, them, brenda këtyre 3 librave janë poezi mjaft të mbyllura, por janë edhe mjaft dritëdhënëse për lexuesin e gjerë. Unë them sikur në kohët e mia, kur ne kemi qenë zonës studente, etj, ti kemi pas këto libra, ti kemi pas të lirë këto libra, ti lexonim sot, ne do të ishim ndoshta edhe më lartë nga ato nivele që mund t'i kemi, ose mund t'i ka shoqëria jonë. Sepse ne e dim fare mirë se para viteve 2099 etj, kemi lexuar libra, por kemi lexuar libra ilegal dhe ilegalisht, pra jo gjithçka është transmetuar. Dhe sot kur ndalim dhe kemi gjithë këtë bagazh literature përpara dhe i lexojmë këto, sigurisht se do t'jemi shumë të avancuar. Unë s'do të merrja kozën e brenda më tepër, do ju lëm fjalën juve për të vazhduar ju me pjesët e recensioneve. Siç e thash në fillim, unë kam folë në librat e mi dhe sot do t'jem më i kursyer për të folur unë vetë për librat. Megjithatë, për nga paneli që jemi ne të dy, ti në studion e Lezhës dhe unë në studion e Zvicër, gjithsesi duhet t'i përmbushim ato mungesat, siç e thatë edhe ju, te publiku i gjerë që i kemi. Faleminderit. Faleminderit ju, vërtet është mrekullit i kesh në dorë këto lloj vëllimesh. Jo për t'i pa nga kopertinat, por për t'i shfletuar, lexuar dhe për t'i kuptuar më së forti ato. Sepse po t'i kuptojmë këto vargje, them në tërësinë e popullsisë, mendimet tona do merrnin një tjetër rrjetë, do ishin shumë ndryshe. Pa u larguar nga amalgama e shpirtit, që unë vërtet këtë vëllim e dua shumë sepse ishte i pari kur u krijuar. Inercia e smires. Në për lapërqinën e baltës fjalëve, nuk i dilet mat anë liksis, pajas përkatër gjuhën vetvetes. Gjuha e ligën zjerhen, e fjala e saj fle në një strofull me gjarpe, djalli tas një herë s'ju liga. Kujt i ka zënë myk mendime, të nesër me nëseshe e sotnja regulon në thirrën e dritës. Ndaj e liga ka fut rrënjë në këtë mes, e na pikon se me tilim mbi koka, mendimet mirë i ka zënë prit, se kush kujt ja përbalt fjalën. Tepër e bukur. E mira poezik. Iran në qafë fjales e zhveshën nga bukuria hermetizmit, vërshuan krojet e vargjeve të verdha. Me dritën e shkurtër të mendimet, ja shituan bukurinë e muzës e u mbyt llafeve të narrativës. Në mullirin e fjales, s'mbeti as dritë për sitën e mendimit, muza e kreu abortin para kohe. Pemët e fjales mestinët sa shumë në u shumëzuan,
pa bereqet u tha metafore vargut. Kush se ushqeu muzën e mendimit, e that mbeti fjala, majat, skapen narrativës. Tepër e bukur. Pra, autori flet për cilësinë e poezisë. Çfarë kërkon një poezi? Genocid. E në fakt, autori i ka shkruar gurit të ndarjes, aty ku është kufiri edhe sot i kësaj dite, genocidit, sepse dikur në të rritë e tij ish pjesë e ideales, nëse zgabohem, si fjalë, pasi që në shkollë të mesme i ka shërbyer shumë atlet, por shumë fare, e për këtë do flasim herë tjetër. Megjithatë unë i thash të dy fjali për shkak se vjen poezia genocid. Kokën më njan ja hoqën faqes, ja pren durimin e robërisë, me një mi kokarda i kishin në rënd mbi shtat, me një mi shajkash. Se kush me jegri, se kush me kanabili mbi viktimen, u turën nga Kalamikdani mbi shtatin e Dardanis. Kokat ja pren paqes, në huga dhiqesh ngulitën krimin, me kafka të zjera në kazan lambadar të shtrati, e koka dekoruan. Me gjahënën është cuclat na u dhan bedheve për para se të vrisnin. Me slivovic i gëzuan krimit për para se të vilnin. Në sytë zgavërt një fëmije nëzorën tufin e krimit, nga barku i shqyrin nënave i pren filizat e rritës, mbi shtatin e një plaku kërcëlluan zinxhiret e tankut, me trupin e një plake ndezën zjarret karbonizmit, kullave të shtrumbuar dogjen kujtesën e pisit, e kodrat i Dardanis i ndrydhen në varre, shkretuan troje u hodhen për të jetnis, atë, mos o zot në teshat zeza lotin, se ndalën nënat e Kosovës. Një poezi që flet shumë histori brenda saj. Falenderit, Zotë Gzim, për këto krijimtari që sa do t'i lexosh nuk ngopesh. Zotë Gzim, konkretisht të kjo poezi e fundit, a mund të na flasësh në vijat shkurtra? Pra, kanë folur vetë vargjet, po një histori të shkurtër, me qenë se aty ke folur dhe për gjyshem të ande, të cilën me shajkashe si kanë qenë ushtria pushtuese e ka djegur të tërën para shtëpia. Mund të na flasësh shumë në vijat shkurtra për ashtu dy kohë. Sigurisht e kjo poezi më kujton, du të afroj mikrofonin sepse e po e përdor në dy kahje. Sigurisht se populli ynë kaloi një etapë të vështirë të sundimit të egër të serb, gati 100 vjeçare, dhe ai sundim në fund të shekullit u shndrua në një gjenocid, pra sepse gjenocidin nuk ishte ndalë nga Serbia drejt popullit shqiptar në Kosovë, por se në fund të vitit 98-99, pra ajo sikur e finalizoi atë gjenocid dhe vrau, preu, masakroi popullin shqiptar në për shtëpitë e tyre, në kullat e tyre, në trojet e tyre etnike. Dhe janë histori të dhimbshme këto, ju si që thatë edhe vetë në për çdo varg është nga një histori aty. Jam përpjekur që formën e gjenocidit të artikuloj në atë formë për ta pasqyruar përpara opinionit dhe për më tepër për para opinionit të huaj, para opinionit botëror, pra sepse forma e gjenocidit duhet të argumentohet se në forma ka qenë i shtrirë, pra, dhe kësaj unë përmes vargjeve në pika të shkurtra kam arritë dhe të shpalos ato, pra. Janë histori të dhimbshme, janë histori që më kujtojnë të gjitha ato çfarë ka ndodhur me popullin tim Kosovë, por me theks të veçantë edhe tek ne në vrinj të Prizrenit, pra, sepse siç dihet ne edhe atje kemi pas luftë dhe kemi kaluar këto situata, kemi pas njerëz që na janë vrarë, na janë djegur, na janë masakruar,
pra bukur u artikulua në përvargje, pra janë shkelur njerëzit në tanke, janë vrarë, janë prerë, janë masakruar, janë djegur. Pra këtë fat ka pasur dhe gjyshja ime ndje në fshatin Jeshkov, pra, sepse është fshat në Vri, dhe unë i takoj asaj pjese. Pra jam përpjekur që përmes këtyre poezive, përmes krijimtarisë sime dhe në stile tjera të letërsisë, por edhe në poezi mos t'i lë mangut, jam përpjekur çdo pikë gjaku që ka rrjedhur atje ta mbledh, ta sjell përpara opinionit, përpara publikut e gjerë, për të mos u harruar, për ta kronikuar atë dhe për ta lënë diku që ndoshta dikujt më tepër apo brezave që të vinë, do t'u interesojë edhe më shumë kjo. Pra, gjithsesi poezia ime në këto raste merr edhe një narrativ dhimbje, sepse është e mbushur përplot me dhimbje. Pra, siç e thash, në këto libra janë ato kronikat e kohës, të cilat herë kanë dhimbje, gëzime, herë idhrime, herë dasma, herë festa, dhe kësaj ato janë një miks i asaj jetës së përgjithshme tonës shqiptare atje në Kosovë. Dhe siç e thash, u përpoqja që në pikat shkurta të zbërthej edhe këtë poezi, jo dhe aq sa ka nevojë, sepse nuk na mjafton koha që ne t'i ndalim kësaj poezie për ta analizuar rresht për rresht apo fjalë për fjalë, por në pikat të shkurta është një poezi e dhimbjes, e cila shpreh dhimbjen shpirtëror timen dhe gjithë ato çfarë kanë ngjarë në rrinin tim, pra, por edhe në Kosovë. Të flasësh për tre vëllim poetike, të flasësh për recensionet, për kritiken që vjen, duhet vërtet një kohë gjatë, nuk mjafton, por do marr pjesërisht. Pasi autori është ndër të paktët autor që flet shumë për fjalën. Secili e përdor, por për të folë për vlerën e fjalës, për ta vendosur atë në vendin e duhur, nuk janë shumë nga ata që e praktikojnë të paktën në të shprehur. Edhe në vdeksha për fjalën le të vdes. Zot shndesi. Përmes fjalës duket qartë dora mishtit. E kur poeti don me vdek për fjalën, për themelin e komunikimit, fjala. Fjala është si vetë perëndia, si ton mjeshtri përmes vargut, e pa fjalën bëhet asgjë. Ndaj këtë çmim i mishëron autorin që vargëzon për njerëzim, e mbushullon me dritin e saj dhe frymëzon lexuesin, e zgjon botën. Duke mishëruar drejtësinë të vërtetën aty në logën e fjalës, ku i kërkon etje maje mendimit dhe i thon te fronti i vargut. Përzgjim mbi njohjen e paktë të fuqisë së vargut, sepse fjala e kërkon arritjen e mendimit e mos t'ia kapin litarët e fjalës. Se për frontin e fjalës i kërkohet gjak mendimit, e përmes dritës muzës i mbjell luglet e fjalës. Pra të duket si një puzzle, por që është histori fjale. Në logën e fjalës, na kërkoi një etje maje mendimit, në logën e fjalës atje ndërmaja. Autori përmes fjalës gjemon në çdo lloj qanë këndon mbi hallet e vete. Pasi gujën e rëndja vesh mendimit në hijet trishtimit e turbulencave të kohës, pasi verbërecën koha mbi kohë, thot autori se qielli verbon përdej hijes së derrit. Turbulencat e kohës po mbjellin term mbi dritë dhe së bukurës i ka rënë shëmtije e errët mbi horizont. Fjala metafora për poetin janë mishi e kocka, apo mushtje e vera, ku përmes mendimeve të lira vën një ligjërim sa poetik dhe letrar, aq edhe ironik ndaj fenomeneve të përditshmërisë apo edhe epokave të cilat treguan vazhdimsinë e të skajshme. Poetët si Ajgeraj janë paracaktuar që të sjellin fjalën metaforike e të zbulojnë të vërtetën e njerëzimit, ku përmbledhen histori dhe superior kalojnë mbi mes fortunash, se fjala është udhërrëfyesi më i pagabueshëm për poetin dhe kështu përjetësisht i mbetet besnik kësaj bote dhe krejt universit. I madhi Gëzim Ajgeraj, që prek
këtë natyrshmëri që vetëtishme, jo vetëm me jetën e kombit ton, është vibrim madhështor brenda hapësirave shqiptare dhe jashtë saj e si zë përfaqësues i gjithë këtij shqetësimi. Ndjenja dhe kënaqësia estetike e gjithë përbërjes së dimensioneve do të jetë thelbi shpirtëror dhe mendor i vizionit të poetit Ajgeraj. Ai vigjilon personalitetin, ky zë i artikuluar përmes fjalës e krejt botën shqiptare, por dhe europiane, ku krijoi poetikën e tij personale me një regjistër të pasur shprehjesh figurative mjaft të rralla me dënsi kuptimore, plot emocion të brendshëm dhe me një estetik krejt të përsosur sa për t'ia patur zinin, pse jo. Kënga e shpirtit të Ajgerajt është fjala e poezia. Poeti dhe poezia në unitetin stilistik. Që nga Andreshi dhe Kmatrënga, asnjëherë kjo energji krijuese nuk ndal për ta hedhur ambjell faren e dijes, e mbushulluar vetëdijsimin sepse poeti kërkon të mposhtë sfidat e kohës e kështu ta kultivoj shpirtin fisnik të shqiptarit në pishtarin e shpresës, duke i dhënë ngrohtësinë zemrës e për ta plotësuar mësmiri mozaikun e letërsisë. I duhet njerëzimit poezia, me gjithë sferat e saj, e thot poetët. Thot autori dhe gjumin e natës e prishin, me 1000 halle, me 1000 derte, as fjalën selan të fle. Ajgeraj me mbi 200 libra, mbi 100 ndëllime poetike, që numërohen tashmë shkruar për njerëzimin, vlerëson mendjen të thellë poetët, sepse është shpirti dhe organika e organit e artit të shkruar. Ai shkruan për burimin e poezive, por dhe ndjenjen që i jep poetit dhe deklarimin që i jep publikut. Poeti vlerëson gjithnjë poetët që bën epokë, ndikuan në formimin intelektual dhe manifestim të jetës pa kufizime dhe i lirisë të shprehjes mendimeve, por dhe qasjes sipas kriterëve dhe gjeneratave që Ajgeraj është në perfekcion të plot, si në pikpamje të interesimeve tematike motivuese, ashtu dhe në pikpamje me stilin dhe gjuhën. Mjetet e shprehjes, figuracionet apo dhe elementet e tjera ideo-estetike të strukturës letrare të artbërjes. Thellësisht vjen në vëllim Ajgeraj, si poeti mendimit lirë, por kërkon në një farë mënyre pak revolucion. Pasi shprehja gjak e ashtë leti japim mendimit, letë rroj për jetësis, i qëndron është besnik vargut e lumja poezi. Ky profil interesant i poetit që kërkon ringritje, qëndres dhe rezistencë dhe vdisim, tematika dhe uniteti stilistik, kriter tipologjik i poetit mbi poezin. Kemi shumë për të lexuar e për të thënë, por të kalojmë për arsye kohe tek vëllimi i tretë. Zoti Gzim, ke ndonjë poezi për të na lexuar apo? Po, gjithsesi, do të lexojmë 2 poezi këtu. Kemi poezin që kam ndarë akronimi i dhëmbjes. Më kod dal fushave të polenit, e mbledh lullet e bukurat fjalës, ta zbukurojmë mendimin për brezat. Koti marrim mish hashtit muzës, ta ushqejmë etjen e fjalës për gurrat e vargut të sardhës. Koti ndezim kandil vetes e digjemi mbi fjalën, shtrydhim edhe lëngun e fundit të shpirtit për me lemin e bardh vargut. Nëse u them se ecja jonë është fush me lule, apo fole ku ëndrat tona gjejnë preh, vetëm për të ndriquar rrugtimin tuaj, edhe nëse them se udha jonë po lulzon, se bukurive tona na e kanë lakmi të tjerët, a nuk e kam mashtruar edhe fjalën time? Me të ardhmen ton shekujve po tallen të tjerët, a nuk na i grabitën ëndrat e fatit ton? A nuk na i shterrin krojet e kullave? A nuk na i zhbëjnë farën e etnison? A nuk na i hanë një nga një kokat? A nuk na i grabisin një nga një edhe tokat? Ja, pse mashtrimit tuaj nuk ja vizatoj parajsen? As vegullisë së mendimit ti zgërdhihem si sharlatan. S'dua t'i them të zezës kur e bardh e të bardhës të zezë. As ti imnizoj kohës që ndjell dritë. S'dua të duar trokas
bajraqeve të fiseve atje tek sheshi, as ata që më shkelin mbi kokën e atë dheut. Ndaj fjalës shpesh mi mungon buzëqeshja. Shpirtit moti ja kam lidhur dhimbjet që plagët mos t'kullojnë. E në arenën e dritës vënë e kam mendimin e bardhë për të nesërmen e ditës së vonuar. Dhe poezia tjetër është në për dekada udhësh, pra është një poezi malli. I mlodhen një nga një në shportën e mallit motet alpike. Në strajcën e largësive i lidhen ylberet e udhëve. Një nga një ja palosën kujtimet e etjes si relikte të thyera. Ndër një pejsazh malli lëvjerën mbi lotin e shprishur ndër dekada. Tani më kanë mbushur kupën e vitet udhës. Pyjeve të verdha vjeshtake vizatojnë motet e gjetheve të rëna. Stinet e shtyjnë njëra tjetrën te grinden me imazhet e bardha të dimrit, se si zbreshin pak nga pak me vesën vjeshtake thinjet e tyre. Se si kanë zënin natë me stinën, pikojnë vesë më vesë, që do ditë, as këthimet s'bëjnë punë më mbi vesën e bardhë të tyre. Kujtimet e mbetura diku janë mbytur në pluhurin e arrimit, as gjurmët mos i shprishin njëra tjetrës. Arrimi i dekadave i ka mbuluar si hi e brisht. Pipat e njohë mendimeve i thau ndërmote, tani më kanë mbetur veç hijet e arruar të nostalgjisë. Mbi dekorin e ditëve alpike ka rënë shëmti e etjeve të përmallta, shkëlqimit të shpresave ja ka zënë dritën largësia. Tani më në strajcën e dekadave gjithçka digjet brëndis. As dita mos pranon të hyjë në grykën e kujtimeve, digjet or e qastë. Vetëm muza e fjalës i ka mbetur mendimit si një melhem shprese, ku hidhen pa pra dhimbjet e ikjeve dhe dekadat, për ta shpëtuar të paktën edhe një fije shprese të lëvjer kthimeve, bashkë me strajcën e moteve alpike të mbledhur në për dekada. Dhe si që duket ju folet për peshën e fjalës, por unë kam edhe një poezi tjetër këtu, dhe do ta lexoj. Pesha e fjalës. Me peshën e bjeshkës ja peshuam vlerën e saj. E rënduan edhe me borën për mbije me peshën e mallit. S'kish peshore që mbante vlerën e saj. Mbi bukurinë e saj ja vizatuan edhe shëmtin. Sa herë erdhi nuserore shkëlqeu me rreze dielli. Kur e pushtoi e liga, shëmtia bëri kërdin. Kur i nxorën me lhemin, shëruan shpirtra. Sa herë i dhan pelin, helmuan qiellin e saj. Kur e nxori helmin, u bë gjarpër dhe e kafshoi njeri. Nga koka, nga gjua janë nxorën të bardhën e të zezën, lum kush e gdhendi e i dha kuptim shpirtit të saj. Faleminderit zënë e brenda. Faleminderit. Vjekesh të them që mbaruam me dy librat e parë sepse po ta shikosh në kontekstin e promovimit në veç sa i kemi prek, por për arsye kohe do vazhdojmë me librin e tretë ose vollimin e tretë, që është Bekimet e heshtjes. Recensionin në fakt, për t'i lënë shijen më të mirë lexuesit që sjellin poezi sërish në fonte. Vëllimi Bekimet e heshtjes, Zena Geraj. Bekimet në kaleodoskopin kritik, në për bekimet e përmallimit, në falje. Libri është një realizim i bukur poetik dhe estetik, që nga poezia e parë grafikisht është e recituar me mjaft profesionalizëm.
ku përjeton për plasjet e dallëve të fuqishme për afret ndryshe nga që pretendon, kështu që gjendesh ndërmjet erërave të fuqishme. Në brendit e librit gjen oqeanin e thellë poetik, brenda të cilit kalon dhe valon dhimbja e ikjeve apo dhe moskëtimeve. Vegimet i përmallimit, siç ngrohin çastet e heshtjes vrastare, ku dita merr imazhe të kristalta. Ky interpretim poetik në këtë rast merret jo vetëm në kuptimin e interpretimit të artit poetik, por se fjala që formësohet dhe paraqitet në variacione të gjithë hapësirën poetike të metaforizuar, çastet po ktheheshin në vegime dhe i djegur nga ky përmallim, kur kulla braktisej që moti e plisbardhi ulet mbi gur, para verës e këndon këngën në stinën e heshtjes. Sa i ndjeshëm është prezantimi mbi vegimet e përmallimit poetik të këtij vëllimi. A thua edhe hynit pas kanë qenë kundër njerëzimit. Këtë poezi ka të rralla në shqip, të cilat kërkojnë jo vetëm ndjeshmërinë e shpirtit madh dhe forcën estetike, por e shtyn lexuesin të njësohet me të dhe ndodh ajo që gjendet te forca frymëzuese e letërsisë dhe kthehet pishtar i dritës në shoqëri. Vegimet e heshtjes është një vëllim poetik që të magjec me stilin e veçantë. Efekti kohë është kategoria themelore filozofike ku përmes metaforeve prek dimensionet e saj. E djeshtmja, e tashmja dhe e nesërmja, ku përmes imazheve sjell mendime të fuqishme befasuese si poet novator, por dhe si tip nacional i të menduarit reflektiv si një element bazë. Ka ngritur artin poetik gradualisht në shkallë deri në nivelet më të larta të poetikës shqiptare, trajtuar me sensibilitet bashkëkohore gjuhë moderne poetike, ama ndjenja e mallit e shtyn poetin të meditojë çdo çast me dhimbje shpirti për vendindje. Goja i këndon e shpirti qanë se ditët po kalojnë pa shijuar ajrin e Kosovës, e vegimet kalojnë si drejthije para syve të beshura me mall për të trikohet e lartë përmendura. Ky vëllim vjen bujshëm me shumë dimensionalitet tematike letrar, që përjetëson dhe mishëruar lëmin letrar në këtë krimtari, ku dëshmon se është zëri me mëdheu, duke zënë vend në realin e letërsisë shqipe, pasi e dëshmon edhe atë ndërkombëtare. Autori, psikologjikisht e në mënyrë figurative, i drejtohet çdo pene se ndriçimi është në duart e tyre, por duhet zotrohet. Mos në vërgullohen fjalët, thot autori, as lojrat që mbyllët për prazi, apo të kapa në kape, sikur nuk e kanë efektivitetin letërsia, apo të gjuajmë me romuz, ndërsa për teka humori qëndron këmbë kryq. Poeti Clear i përket rangut lartë krijuesve, sidomos në poeti. Dhe duket se ka lindur poet edhe atë poet i mallit të cilin poetin këto fjalshin e bën edhe me të veçantë të paptekshëm, ndërsa rikthimi e pret ashtu siç pret dielli në mëngjes. Qielli i kaltër e përsaikur, yjet dhe në letërsi e art mbetet hare e përjetshme me zgjidh fenomenit në dhe efektit kohë. Krekosje fjalamanësh në arenën e fjalës. Sa shumë poeti përdor fjalën, qoftë në varg, qoftë në të shprehur, qoftë në tregime për fjalën, bën leksion. Kur kërcasin flakët i kuqe në vatrën plot shkarpa të thata, ku i briku i çajit valon e këndon, dhe ku krijesat pa dëshira të mëdha e izolojnë veten nga rrëbeshjet e vallëzitura, nga kokrisjet e hasdisura të botës, dëshira të mësohet poezia për dëshmërisë gjithë atyre që gjenden mbyllur në rrethin e ngushtë të së përditshmes, është e madhe. Poeti në vegim ka skemën e fjalës e krekosjet e thata të fjalamanëve, ku gojën shpesh jam mbyll zemrimit e hierën ndështë heshtja, ndërsa muret bien. Lëvdata e dekorata shkundin pluhurin e pritjes e në arenën e kotët e fjalës zien në velia. Fjala është për dëshmi se varianti metaforik sfidon poetikisht kohën kolektive edhe në vazhdimsinë ekzistenciale të qenies. Më shumë porosi që rezatojnë nga këto poezi ndërlidhet
prekosje, në të cilën vizatrojnë shumë qartë reflekset, si refleksi i nxitur, zemrimit shpesh herë mbyll gojen e pi helmin e heshtjes. Mashtrime lëvdata pa rezultate pune, as ujë për fytyn e muzës së qetësinë e mendimit. Qortim të madh drejton poeti dhe bart tension tematik dominues në këtë poezi. Tjetër refleks është hipokrizia që sa do diskret përpiqet të jetë, zëtill brenda atyre hemisferave të shpirtrave të dallëzuar, që në jetën reale është një mjaft i takuar, por autori sjell simbolikisht të artikuluar me elemente që përbëjnë korpusin metaforik të kështjellës shpirtërore, e në themel të thellë, Gëzim Ajgeraj është ndrimtari vërtet e besnik i qëndron universit vet dhe jeton me iluzionin e përtërisë. I rëmbyr nga vizionet europiane, poeti depërton përtej mureve atje ku të tjerët nuk mund të arrijnë edhe sheh pjesën e ëndrrës me kotën gjysmë plot, pra hedh shikimin tej horizontit të njerëzve. Poeti përjeton shqetësimin e bartëve të ndarjeve, liria universale, thot Ajgeraj, fillon nga vetja dhe realizohet te të tjerët, dhe vetëm kur është e vërtet, vazhdon në vete pa krekosjen kokforte mediokër. Autori bart mbi vete misionin e hartëvërisë poetike, me vizionin madhështor si shtyll formimi për hapje drejtë e dije në gjithë hapësirën shqiptare me gjërë, si përfaqësues i tërë këtij shtresimi të botës shqiptare. Me vargun të ndezim kandilin e shekullit. Poezia e Ajgerajt bën një jetë të plot në një botë të gjallë, ku zëfill e vënd brenda shpirtit poetik të autorit, vjen si një tis me fije të forta të argjënda përmes zemërgjërësisë së tij, ku i bën mjaft kuptueshme anët e bukura përmes dashurisë njerëzore që në shpirt e ka të mbjellë përgjithsinë e madje duke filluar nga gjërat më të vogla, shkronja apo fjala. Kujdeset për to, e i kthen në varg. I shndron herë pas here në mitologji të re, ama te jetë poetike. Asesi nuk e lejon të thyhet vargu, madje vjen me porosi, mos e thyej vargu im. Mos e thyej vargu im, ka arrit për të nxjerrë kuptim të thellë, edhe nga kremtimet më të parëndësishme. Ai ka mësuar të thurë poezinë e jetës, me vargun kërkon të ketë në numrin shumës, që ato ndjenja befas lëshojnë zukam të lehtë dhe mërshtruar si në zakonet e vjetra, të jetës i këndohej kënga noda. Poetit i duhej vullnet për një art të rehatshëm, por ai e kupton e nënzëshëm e thotë, se duhet të aspirohej për te çdo gjëje, edhe për te pamundurës, në çdo cep, deri në cep të diellit. Mendimi i ngritëm shpresat e nesërmeve, se shpresën s'na e prangosin do të hiena pendjetjes. Ditëve më të errta ndizen kandilat e shpirtit, se shuam shpresën e dritës. Heru vargu im, sa të paskën munduar, me hallet e mira të Kosovës. Mos u thyej vargu im, ashtu siç nuk u thyem kurrë nga asnjë fortunë. Autori thotë jemi rritur bashkë me fatin gjithsesi të përbashkët kemi. Arti i tij është i ushqyer me etjen për një adhet të pastër e të lirë dhe moralin e fortë ndjenin në thellë, ndaj edhe në veprat e tij gjendet ajo forcë jashtëzakonshme poetike, ndonse shkrumbuar ndër dekadat përmallta me zjarrin e zemrës fushin në shpirt. Strukturën e thellë e përbëjnë aspektet e realizuara kuptimisht në poetikën e Ajgerajt, ku pa diskutim e marrim si mesazh dhe ndaj shfaqet si rezultat i saj që flitet ka dhe ku elementi kryesor është njeriu. Rrëfimi shtron çështjen e bashkëkohësisë dhe asaj çfarë kërkon të realizojë. Pra, është përpjekja dhe insistimi i rrëfimit poetik, pa dashur të japim kuptimin porosisë së imponuar, por ka fuqinë e vetbindese. Arti poetik e Ajgerajt është një shpirt i trazuar, siç ndodh me motin në stin vjeshte, që shpesh nuk gjen qetësi. Ai brell në botën e vargjeve, në këtë kërkim gati dramatik dhe nga unë i tij personal shtyn përpara një botë e bëhet frymëzim vlerave të saj, se tashmë poezinë e tij e ka njohur, e ka kuptuar, e ka mirëpritur poezinë e tij për shkak të vlerave
të bërit art, por jo vetëm, pasi artikulon vizionin për Kosovën, për kombin. Ky meteor i letërsisë bashkore shqiptare që prek modernën i frymzuar nga vlerat e saj. E mbyll këtë nëndem me një thënie nga Borgesi, e cila përmban shumë domethënie. Koha është lënda prej të cilës unë jam bërë. Koha është një lumë që më merr mua me vete, por unë jam lumi. Është një tigër që më pëlan mua, por unë jam tigri. Është një zjarr që më shkëmbon mua, por unë jam zjarri. Vërrini në vargun poetik. E në fakt, autori njihet si autori që shkruan e vargëzon më së shumti për përmendjen. Por në gjithë zhanret, jo vetëm në poezi, por edhe atë të etnosit kulturor, ka mbi 22 libra për të. Dhe vërtet një bravo shumë e madhe. Dhe them që nuk mjafton. Fantazisë më miqshme të cilat fluturon por si shqipon për mbi atë botë të gjerë të malësisë së vërrinit, duket kënaqësia thellë e brendshme, ku qëndron si një peshë e rëndë mbi vullnetin e jashtëzakonshëm artistik. Autori sodit çdo skaj dhe nuk e dëshiron të jetë ndryshe nga ç'është. Në shpirtin Ajgeraj është ngritur dashuria mbi palenë e malësisë, ashtu që vullneti madh artistik bën ta vlerësosh botën e tij pasi sundon realiteti dhe e pranon si askush tjetër. E pikërisht për këtë gëzon autoritet të veçantë me të cilën ushqen kreativen mbi leximin në epokën e sotme të kulturës, por dhe gjithë aspektet e fjalës. Në letërsinë e sotme bëhet gur themeli dhe gjithnjë përsos normat dhe kriteret. Ndaj kërkon ngritjet nivelit krijues për sferat e letërsisë. Ajgeraj gjon dhe të këmbë kryq mbi traditën vërrinase. Ndonë që largon lindjes, bisedon për dëshirat dhe këngët ndërkulla, e t'ja marrim këngës për të nesërmen e shpresave. Malësia gjallon bashkësi në kuptimet e moshme, e nëna plak, ende si është tërzuar moshës. Bulmetin plot, darda e molla rrush e vreshta. Por kërkojmë falje të dëgjuesit sepse është teknologji dhe gjithsesi. Bien dritat dhe kështu që Ran dritat. ti bëjmë. Mundësisht kthejeni telefonin edhe një herë. Në krahun tjetër, prit pak. Ashtu siç ishte më parë. Bukur. Jemi online, signalet nuk I kam ndërprerë. Po gjithsesi, po mundësisht ma ktheni telefonin në krahun tjetër. Në horizontal. E bukur. Edhe I nuk ka mundësi. Tash. Është problematik tash sepse nuk kthehet. Rrotullojeni telefonin. Rrotullojeni edhe një herë telefonin.
Ashtu si që ishte për pak. Po kështu është. Kështu ishte. Jo, rëdoj tash. Tash po. Bukur. Është problem, jemi në Shqipëri dhe është problem me dritat. Si, sa të jap centrimin e duhur. Vazhdojmë? Nderuar, patëm një shkëputje për shkak të një ndalje rrymë në studion e Lezhës dhe sigurisht se ne do vazhdojmë, do kërkojmë mirëkuptim në këtë pengesë. Do lexoj edhe një herë vargjet. Malësia gjallon bashkësi në kuptimet e moqme. E në plaken dhe si është të dërzuar moshës, bulmetin thot, darka e molla rrushk nga dreshta, por çka se mosha mua saj na janë zbardhur kokat. Malli na ka përbluar e loti, sy mban më komand, si jemi ligur për zgjalli në për ylberet të largësive. E kthimeve me vjeshtën e mbi 3 dekadave lëtojnë etjeve, por kënga në përvri, përsëri me rjehor. Bekuar është vërrini me këtë poet i cili ka për masa diapazon gjërë, pasi mbi 3 dekada krijon përvëndindjen e i qanë halë derte, i këndon ato në zë bilbili. Poezia e Gera i vjen si një zë i thellë, e gati tronditës për realizimin e ëndrës. Një zhvëhet me dhimbjen e mallin. I madhja i Geraj e ka arritur natyrshëm këtë pranitë vetvetishme, por mungesa e realizimit të ëndrës ngjan si zbrazdi e pangushurueshme. Krimtaria e Ajgerajt në gjuhën e shkruar të magjeps me madhështinë dhe gjithë bukurinë imponuese, bardh në vetvete fjala, plot dije universale, e na bën ta përjetojmë brendinë e këtij universi. Poezinë e artin letrar e bëjnë poetët misionar, të cilët nuk kushtëzohen nga rrethanat, por i nënshtrohen fuqisë së talentit. Ndaj poeti Ajgeraj është referencë spikatur e poezisë moderne shqiptare. Universaliteti është bazamenti i krimtarisë së Ajgerajt. Poeti komunikon natyrshëm përmes mendimit lirë, kështu që lind shumë kuptueshmëria e në pak dalin denduria stilistiko-semantike e vëllimit, ku teksti mbetet i perceptueshëm, ku aftësitë komunikuese gjallërohen vazhdimisht. E kupton sa magjepsës e madhështor është fjalori i përdorur, plot shprehje metaforike, ku brendia e pasuron artistikisht me brendi universale. Mes harrimit, sythet pipojnë prytin. Statulluese janë krijimet e Ajgerajt. Ndaj gjatë studimit, konstaton strukturën brillante të botës shpirtërore të autorit. Pra gjithë hapësira ku rritet letërsia e më konkretisht arti poetik. Si dhuntia një shkrimtari shumë dimensional, ku porosit vijnë në mënyrë graduale, plot sinjale, thirrje madje. Dhe këto të thuash janë të lidhura me njëra tjetrën. Prandaj poeti ka vështirë të shkëputet nga e kaluara, e ndaj ngjanësi e ardhmja do të jetë shumë vigjilente, sepse në një farë mënyre është prezent. Prandaj nuk mund të harrohet, edhe kur shigjetat janë të drejtuara pa e ardhmja. Të qëndrosh larg arsyet janë shumëta, ndaj temat dheut, degët ende i ka degtisur. Vargjet poetike kanë shumë motive mjaft imazhe që në lexim të parë duken mallëngjyese dhe në shqyrtim. Autori e thot mjaft qartë shqetësimin se në këtë përmbledhje poetike shpreh dhimbjen për vendin, dashuria për mëndheun e gërryen më së shumti. Kur poeti i këndon pemës së degdisur, duket se ngjet me drinin e bardh apo lombardin, që vëshojnë dhe nuk dalin nga shtrati, sepse Kosova mban gjithçka që e karakterizon jetën. Ajgeraj është një kampion i zotërimit të cilësive poetike, konkretisht fjalës në të gjithë aspektet e saj, pra fjala si aspekt politik. M'falni, si aspekt
arti. Pavarësisht kufizimeve, ajo është e shtrirë në kohë, pasi veprat e këtij autori që sot numërohen mbi 230 me cilësi të lartë ideologjike e stilistikore, duke prekur e lëvruar gjithë zhanrit letrar, por duke njohur e përdorur stile elemente të ndryshme për një letërsi bashkëkohore shqiptare, madje duke i konkurruar letërsisë europiane. Gëzim Ajgera i them se nuk jeton dot pa poezi, pasi ka arritur synimet, duke përvetësuar arritjet më të mira poetike dhe nivelet më të larta të krimtarisë së saj, duke dalë nga guacka e poetikës së djeshme të sotme për një poetik moderne në stilistik. Ajgera i nuk dallon vetëm për kultivimin e stileve të zhanreve të ndryshme, por dhe për moralin e lartë e shpirtin njerëzor dhe dëshirën që ka për cilin do krijues të ngrihen në nivel në artbërjes. Pra ky përquesi i letërsisë mirëfillt, ku premton dhe jep nga vetja plot profesionalizëm, ndërton dhe sërish se punuari duke i sjellur vlerat mirëfillt të lexuesit dhe letërsisë, se ku do e mrri i takën, e ka tërësisht të qartë. Prandaj rrugtimi i tij kaloi 3 dekada dhe siç duket rruga është ende e gjatë, madje ecën me ritme të shpejta, i qartë dhe dinamik, duke caktuar norma e kritere letërsisë. Degët e moshme një nga një po i kryen koha, lidhja me trungun shkëputet për ditë, stinët tmerrshëm i fryn për ditë, stinët tmerrshëm i fryn harrimit. Mbetën sytë e patrung në përdegët e degdisura, ka nga Ajgera i lind për të rilind, sërish dega e shëndeshme ardheut, e në do kthehejmë të kaluarën, do risillët e lidhshmëritë e pipave që gjendeshin diku në alvet europiane dhe përpjekjeve që bën për pemën e Memëdheut në ditët e bardha që janë sot. Vendi ku jep jetë njerëzve e kryesisht kur janë të lidhur me të, por veçmoj. Prandaj mali, dashuria, nostalgjia e moskëtimit, poetin e detyrojnë të ndrojë dhe imagjinojë në shumë etapat e lutjet janë të mos mbesen dëshirat e ndrrime e poeti pret. Poeti pret që pema të mbushulloj nga lulëzimi. Gëzim Ajgera i shpalos shpirtin e tij human, dashuria ndjen për ardhekon, ndaj kuptojmë se poezia e tij buron nga thellësia e shpirtit si ndjen, vizion i dritë për një të ardhme më të mirë. I uroj Ajgerajt shumë dritë e refleksion e shumë krijime të tjera, akoma më të bukura, e qofshin një gjata për lexuesin, për autorin, për autorët, për poetin, për brezat që vinë. Faleminderit zot Gëzim për gjithçka që ju keni sjellë. Një përmbledhje do kisha dashur në shumë pak rresht fjalë ose rreshta për të përmbledhur jo vetëm këto 3 kollime poetike, sepse poetika jote është, siç e thash edhe më përpara, është mbi 100 qoftë për të rinj, për të rritur, për fëmijë nga mosha 0-3 vjeç e lartë, pra e përfshin gjithë moshat, gjithë stilet. Unë kam pas fatin të jem edhe studiuse prandaj unë flas sikur të kishim kohë të flisja gjithë ditën dhe nuk do të mjaftonte, por për gjithë audiencën, për të gjithë krijuesit, për të gjithë dashamirësit e letërsisë. Çfarë mund të na thuash pak për këto vëllime, ose në mundesh nga pak edhe për vëllime tjera, ose poezinë tërsinë e saj. Pra je i lirë në përzgjedhje. Të faleminderit për mundësinë, zënë pranë që më dhatë, të jem më pranë mikrofonit që zëri dëgjohet më shumë. Si që thatë edhe ju, unë tani më kam kaluar 200 e librave dhe mbi 100 e librave poetik, pra të poezisë, në të gjitha zhanret, pra qoftë dhe asaj letërsisë se për të rritur për fëmijë apo dhe tjera, romaneve të ndryshme, kritikave të ndryshme, antologjive të ndryshme, etnosit e tjere tjere. Por me që jemi tek poezia këtu, unë do të flasë sepse ajo është arti im, pra është arti që më ka bashkëshoqëruar në këto, veç në dekadën e 4 që jemi tani më në krimtari, dhe sigurisht brenda kësaj kohe unë kam pasur fatin që
të njihem edhe me krijues të niveleve të larta, pra me majat e letërsisë dikur në Kosovë, pra siç kanë qenë Ali Bodrimi, Azem Shkreli, Ilyas Brokshi, e shumë krijues të tjerë, të cilët nga ata dhe i kam pas miq nga afër, i kam pas redaktor, i kam pas recensent në për librat e mi, në botimet e mia kur kam bërë në rilindje përpara luftës së Kosovës. Dhe tani më që kam vazhduar pas luftës, pra poezia ka qenë mishërimi i shpirtit tim dhe në poezi njeriu sikur unë personalisht për vete them e gjen veten, pra kjo është poezia është një zojë të cilën jo gjithkush mund ta kap si duhet dhe ta zotroj atë për ta sjell atë sa më mirë para publikut, sepse ajo gjithçka lexohet për qejf, për dëshirë, pra është një zojë aristokrate të cilën e lexon dikur e lexonte aristokracia, por sot ajo lexohet në një formë thuajse e lexojnë të gjithë. Megjithatë, unë them se ajo prapë mbetet një zojë që duhet lexohet me sens, dhe ky lloj sensi duhet jetë i kapshëm, që të kuptohet mirë poezia. Pra, unë kam pasur fatin që në këtë mishërim, në këtë udhtim tim jetësor me poezinë, pra ta zotroj atë me të gjitha elementet dhe me të gjitha stilet që e bashkëqojnë poezinë. Dhe si e tillë, sot unë mendoj se kam arritur një stad që njeriu në jetë kur nuk është i kënaqur me atë që ka arritur, por gjithmonë synoj më lart e më lart, pra poezinë synoj ta ngris në nivelet sa më të larta për ta bërë atë sa më të thellë, sa më të filozofike, për dhe sa më shumë të jap publikut dhe të lexuesit tim poezi sa më të bukura. Kur jemi tek poezia, pra tek këto 3 libra, them se për gjitha nga këto, për shembull tash duket se ishim tek pjesa e vegimeve të heshtjes, edhe në të libër pra kam sjell një lloj proteste në heshtje, duke mos u pajtuar me kohën, por duke i kronikuar kohës gjithmonë dhe në vazhdimsi, por në një formë krejt tjetër, pra në një formë përmes vargut dhe heshtjes sime, pra është një heshtje metaforike dhe filozofike, e cila brenda për brenda ka një shpërthim fuqishëm dhe një mos pajtim në këto kohët, në veçanti popujt e botës në këto kohët e fundit, në veçanti pas pandemisë dhe para pandemisë, edhe gjatë pandemisë, përjetuan të merrin më të madh që i përgatiten grupet e ndryshme të interesave që udhëheqin politikat botërore, dhe këtu unë sjell ato mos pajtimet dhe ftoj njerëzimin që këtyre planeve, këtyre organizatave, këtyre organizimeve të mos u pajtohen, jo gjithmonë, sepse në fund të fundit ne secili kemi jetën tonë dhe duhet ta jetojmë atë të lirë. Jo të na dirigjojnë të tjerët, jo të na kurdisin të tjerët, jo të na helmojnë edhe të tjerët, apo edhe të përpiqen të na fusin kafazeve sikur majmunët. Pra, është një lloj proteste që i vjen njerëzimit përmes këtyre poezive, për ta sjellë njerëzimin, për ta kthjellë njerëzimin përpara botës dhe për t'i kundërshtuar këtyre politikave që po zhvillohen këto vitet e fundit, që me tendenca deri edhe në zhdukje masive. Pra, unë e them që njerëzit duhet lexojnë, duhet mësojnë, duhet kuptojnë dhe duhet që ato që njeriu i sheh vetë që është më e mira rrugë, duhet ta zgjedhë, dhe jo të tjerë të na dirigjojnë neve apo të na grajnë si tufën e deleve. Tek poezit nuk u ndala aq shumë sepse ju folat mjaft dhe edhe poezi recituam mjaft, por sigurisht se në vija të trasha unë e thash atë vizionin që unë paraqes brenda këtyre 3 librave, dhe kemi edhe agnin e fjalës të cilën shpresoj që edhe disa poezi do t'i lexojmë këtu dhe do të i bëjmë këtë shpalosje që bëjmë sot, pra përmes valve të Radio Sibilave, për t'i përcjell edhe tek dëgjuesi ynë mesazhet tona dhe librat tanë, pra si tërësi. Do na lexoni ju, zonja Prenda, apo do lexojmë ne? Pastaj mund na sjellsh edhe ju.
Aigera I thot, vështirë të mbetesh vetvetja. Në ambientin e kontaminuar, dashuria dhe urrejtja në luftë të përhershme ballë njëra tjetrës. Thuhet se nga dashuria njerëzimi erdhi deri këtu, ndryshe bota do përmbysej. Thuhet edhe tjetra se njeriu u lind bashkë me urrejtjen kur ja futën interesin në mes. Qofshin teori apo hipotetizëm, përpjekja për të mbetur vetvetja është lëvirë litarëve të fatit. Përpjekja për të mbetur vetvetja mbetet për jetë front I hapur me kundërshtar të pashpallur. Nuk vinë me armë, zakonisht siç ndodh në lufta, në përballje gladiatorësh, shpesh herë as luftën nuk e bëjnë ballë për ballë në are. Kanë metodat përsosura për të vjedhur fitoren e nënshtrimit tënd. Mjafton që ti të kesh humbur drejt peshimin timonin tënd. Atë kesh hyrë në ujërat e turbullta, rastësisht e je fundosur. Atë jesh mashtruar, besimit tënd të tepruar. Virusi I dredhive ka kushtuar hapësirat e virtyteve njerëzore, e zhveshë njeri. Ti nxisht hyri në shpirt, e u bë një me njerin ligësia. Asa me trupat, e më të mirit virtyt, vështirë t'i bëjnë në ballë kësaj floje. Në këtë botë të kontaminuar dredhive, vështirë për të mbetur vetvetja. Kjo ishte edhe poezia e Zotit Gëzim Ajgeraj. Do vi me një tjetër poezi pas 3 dekadash në malësi. I kam pas lënë do këngë dhe do dëshira ndërkulla, të këndojnë epit dhe shpresave për të nesërmen, tek guri I vatrës ngrohi kam me zjarë që të mërdhihen motëve të përmallta të mungesës, telin e kutur qiftelis që spata kohtin roja dhe melodin e lënë për gjysëm në helmin e hasmit, fjallën e cunguar në fletorin e kujtimeve mes bibliotekës, plisin e bardh si bore sharit, aty mbi rakët e notë, rinin e lëvjerë shesheve me grushtin lartë për pakës dritë, rrjedhën e lumenjve që flatiteshim sa herë në tigje I valli, kujtimet e voglisë për mbi gurët e të kaqeve në lagje, dhe miserniket që avullon të ndër flakën e qerepit, vrapin gjyshes tek më ndishte pas me djathtin në dorë, dhe sa kujtime që I dogje Hazmi në bibliotekën e Kullës, të pondëronin epokat nga teri robris në dritë. Udhët na I vodhën andrat e I hodhën harimeve, zjarin e dëshirave shuan në përmotet e alpeve, motet një nga një na I zbardhen mbi kokat e tinjura, as gjurëm si lanë kujtimeve, as namë e nishan për këtim, na I përbuan dëshirat, e s'lan gjëha tjek. Urat e miqve na I kputën një nga një deri në harim, se kush me malin gjidje kandilat e shpirtit dhe ndizet flak në për verët e përmallshme, himni kthimeve, shpresa vet me andrave të përdiqme dhe grushti dheuti cunguar në skajin e shamis, si kujtimi përjeshëm në mos harrim për kthimin e madh që pret diku në një skaj moshe. Tek shoh imazhet e djeshtës dhe këto peizazhe idilike në malësi, këngën e zogjve, bligrimin e deleve plot nostalgji, në të livade ku këngët mbushëllonin për çdo pranver dhe fyllën e çobanit, tek I frymon këngët e jetës, bujku nara, tek hedhfarin e grurit për motin tjetër, në atë fshpërim plepash ku shkundet vishta, atje në vërrina gurgullimat e lumenjve luajnë tingujt e freskisë, në përvresh të kushijojmë mbëlqin e verës e me frutat e pemëve mbushim tavanet të shtruara me kash. As gjimri s'ja kemi ngen, se pyet në mbuloj, malësia gjallon, bashkë si në kujtimet e moshme, edhe në plak, ende si është dërzuar moshës, bulmetin plot, me dardha e molla rush nga vreshtat, pa qka se mosha mua e asaj na I kanë zbardur kokat,
Malin na ka përbëluar e loti sy s'mban më komandë. Se jemi djegur për zgjallin në prylveret e largësive, e kthimet me vjeshta në mbi 3 dekadave në tojnetje, por kanë nga në përvri, përsëri me rjeho. Zvicër, 2023. Faleminderit që zoti Gzim për gjithë të marrë që përcjell plot emocion. Faleminderit jush, zënë e Brenda. Do lexoj edhe unë dy poezi sa për ta nxjerr pak edhe mallin tim që diku recitoja. Pra, do shta sot nuk mund t'jem ndoj recitator i mirë, sepse mosha ka bërë vetën dhe zërje gjithashtu, por gjithsesi do të përpiqemi të sjellim një dy poezi. Sogje, kam një jetë shikimi më është ngrirë për te i guri, dhe nuk më ndahet një hije zezë për as një qast. Se që më manë peng ideali dhe ajo bjeshke ndar atje majmali, e a i gurë mbi plak që më rëndon. Shpesh ma zërrezën e dilit mbi kukës dhe pamjen e brisht, drita më vërbon e dritën ma vërbon mbi Prizren. Kam një jetë që i kam vënë syrin, se si erdhi ora se diellin me copza po e shoh. Prizren 2022. Do lexoj edhe një poezi për përmbyllje, që sigurisht pastaj do keni edhe ju zonë apo në bord. Kur të kemi ikur, ditën kur të kemi ikur, e të kemi mbyllur faqen e fundit të librit, ndizni për ne temjanin e kujtimeve, të paktën me tymin e mungesës son, largoni vegullin e arrimit të ditëve që mos na thatë loti i mungesës. Me lamtumirën tonë, ndizni kandil heshtjes, të mos na verbohet fjala në varg, e me dritën e saj, ndriqoni kokat e mendimit për të nesërmen, të mos na zër vërbimi në për netët pa dritë. Me preludin e kujtimeve, dhimbjes thyen një heshtjen, nga pentagrami i piklimit zbritni notat e fjales, vargun të mos ma zër arrimi. Faleminderit. Faleminderit vërtet. Kërkova atë bibliotekë por nuk e gjeta, atë këngën e Kuri, librin poetike e Kuri, por strehet pikoj mallë dhe nostalgjie mallë. Jo më ka t'i thonë poeti metaforave ose poeti i mallit. Pasi shumë nga poetika e zotit Gzim flet për mallin. Kjo ishte veç të thjesht për të paraqitur këtë malli e Kuri, sepse më kujtove vërtet vëllimin që gjithë poezit janë Kuri dhe i fletë ndarjes mallit, bashkimit kombëtar. Unë të falenderoj shumë zoti Gzim që pranove të jesh në këtë promovim që unë vërtet kam kërkuar prej ca ditësh për të sjellë gjithë këto emocione që u përcollen. Normalisht që ne kemi sjellë vetëm një pjesë të tyre për të paraqitur poezi të bukura, histori të ndryshme, emocion normalisht me plot imazhe, me mesazhe të thella, pasi gjithë ato histori që ju i keni përjetuar vetë, një formim të jashtëzakonshëm për t'u patur zëlisi që thashët e më përpara, është vlerë jo vetëm për ju, sepse ju se mbani dot për vete derisa gjithçka keni gërmëzuar, e keni hedhë në fletë dhe e keni tashmë në duart i lexuesve dhe secili ka dëshirë t'i lexojë ato. Por është edhe mesazh shumë i fortë për krijuesit, që duhet të lexojmë për të sjellë krijimtari e cila të shërbejë brezave që vijnë. Jo një krijimtari që e bën sot dhe sot në malli ta lexojë. Unë të falenderoj përzemërisht. Dhe të uroj shumë suksese e krijimtari të pasur
suksese për ju civilat e Veriut. Fatmishe Gërguri, urime dhe suksese. Fatmira Limani, urime, suksese, respekt jush. Safet Selimaj, urime dhe suksese. Ildije Gjemali, urime dhe suksese të tjera për Zotin Gëzimaj Geraj, Ajredin Shala, punë të mbarë dhe të palodhur nderuar profesor Sime, Miranda Trocideti, ju përgëzoj suksese pa fund, Burie Hebibi, urime dhe suksese, respekte, Mariana Sulejmani, suksese të mëtejshme, Prena Prendi, suksese në emisionin tuaj, Urim Vezini, urime dhe suksese, Armenida Qyqja, urime, Bona Bazi, urime dhe suksese, Shpresa Fundo Gjergji, urime për librat, rrugtim të mbarë dhe të Klecosi, Mjal Bashehu, suksese, Gëzim Deda, urime, suksese, pak fund për ju, respekt, Zyrafete Manaj, suksese në vazhdim. Miq, ju falenderojmë përzemërsisht për mesazhet që përcjellni gjithë urimet. Pa që shëndet e mbarësi në familjet tuaja. Faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Faleminderit miq që keni pëlqyer tek statusi që kemi hedhur për njoftimin, Ilia Kuti, Lezgjoka, Zyrafeta Manaj, Agim Bajrami, Gëzim Deda, Gjorgje Biti, Islam Balaj, Almari Krasniqi Gjoqaj, Mjal Bashehu, Shpresa Fundo Gjergji, Tori Shkoza, Lula Bregu, Lulita Bushi, Sevendej Siberia. Faleminderit Sevendej Siberia që jeni kaq produktiv, miqësor dhe Faleminderit Artan Krasniqit, është editori i ynë i cili në vazhdimsi ka botuar tani më mini 100 sa librat tona personalisht të mia dhe shumë qindra të tjerë të miqve të mi që i kam dërguar atje. Faleminderit Artan, respekt për ju. Vërtet faleminderit Sevendej Siberia. Bona Abazi, Brenda Sejdia, Brek Shkoza, Razili Spanho, Fatbar Zirka Poezi, Armenida Qyqje, Ani Proka, Gjënkruja, Artijet, Hamid Majko, Sirure, Misini, Ida Fina Mira Muçka, Syl Sidi Ahmeti, Miranda Trocideti, Bekzat Mërvete Aurela Kuntaj, Bekzat Baliu, Shpresa Zornasi, Vesa, Ilje Gjemali, më në ca lev, Mërije Beqiri, Lulzim Hajdari, Safet Selimaj, Fatmira Limani, Fatmushe Gërguri, Bukurie Hebibi, Mërika Flora Morani, Boris Edje Shkuri, Abdullah Rifaj, Flora Rexaj Morina, Kasam Shaqirbela dhe Ajredin Shala. Ju falenderojmë që ju jeni gjithmonë me ne, vërtet bëheni. Dhe disa emra zënë e brenda që nuk më ranë në vesh derisa u lexuan dhe do i lexoj unë tu. Është Ajredin Shala, urime suksese, Mrika Flora Morani, urime, Avdi Kryziu. Faleminderit Avdi, suksese për ju, suksese Gzim thot. Drane Makaj, respekt, Natasha Shamete, urime, Bora Sejdia Shkoza, përshëndetje për ju stafi mrekullueshëm të Radio Sibilat e Veriut, urime për emision, suksese në vazhdim poet në mbar kombit. Faleminderit Bora Shnete, suksese edhe për ju. Drane Makaj, në rinin time kam pas dëshirë të lexoj, por nuk kishim kohën, punojmë bujqësi dhe kohë që na duhej me bë pajën. Moza Shej, urime, e dashur Prenda Sejdia, një zbërthim i bukur të një libri poetik, ashtu siç e ka fjalën e shenjtë, e ke edhe figurën poetit. Ju urojmë miqtë e mi për këtë dritarë të fjalës së artë. Faleminderit Moza Shej, sukses edhe për ju. Ju përshëndet, se përgëzoj me shumë respekt mike poete nderuar Prenda Sejdia. Përshëndetësisht falenderime për ose nuk i qenë sepse është i shpërtarë në shumë faqe. Po. Pastaj liku është edhe në YouTube dhe është e pamundër që tu përgjigjemi të gjithë miqve tanë kudo që janë. Por kemi falenderimet tona të përzemërta për secilin prej jush që na ndiqni, pasi për ne bëheni burim brëndzimi dhe mbështetje. Dale nga dalë edhe këti emisioni i erdhi fundi. Faleminderit të nderuar miq, paqe ditë të bukur, shëndet e mbarësi për secilin prej jush. Zoti Gzim, shumë faleminderit që ishe me ne, na ke mbushur me emocione, na riktheve për të parë dhe njëherë vlerat e arta që ka çdo vargi juaj. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, përshëndetje për dëgjuesit dhe shikuesit tanë, një ditë të bukur sot dhe frymëzime të reja.